Xhamis Buhara, përfërsisht domthonjë se disa mendojnë domthonjë që xhamia nuk është lidhse, xhamia që nuk është lidhse është pikërisht xhamia e Buharas, në Sylgen dhe antar të KMSH-s. Për këtë do të kam të dokument dhe do të publikojnë të në vijim. Shikoni, e para një herë unë nuk jam imam i asaj xhamie, as kryetari i asaj xhamie. Por ato nuk mund të flas në emër të xhamisë Buhara, kupton? Duhet kush ka diçka t'i drejtohet kryetarit ose imamit eventualisht udhëheqësisë së xhamisë Buhara. Dhe unë nuk mund të flas në emër të tyre, por unë them se xhamit në Zvicër në përgjithësi janë ura lidhse. Pikërisht xhamit shqiptare, kështu shprehem, apo të ndërtuara prej shqiptarëve këtu në Mërgat, në Zvicër, do thotë janë ato që meritojnë respekt edhe nga shteti vet, edhe nga shoqëria. Dhe kjo shihet në aktivitetet e shumta që këto xhami i organizojnë në bashkëpunim pra me shoqërinë ku janë aty. I shef iftaret ku marrin pjesë edhe organet, do të thotë përfaqësues nga organet e qytetit, sheh aksione tjera që bëhen për shembull për dhurimin e gjakut e kështu me radhë. Do të thotë në përgjithësi xhamit janë faktor relevant shqiptare flas këtu në shoqëri. Për një xhami konkrete duhet t'i drejtosh, do të thotë asaj xhamie, në fakt udhëheqësisë së asaj xhamie, imamit ose kryetarit të xhamisë ose kryesisë në përgjithësi, se nuk mund të flasun në emër të tyre. Por them, xhamit në Zvicër, xhamit e themeluara nga shqiptarët, janë ura lidhse dhe kanë një kontribut pozitiv dhe merita në drejtim të avancimit të mesazhit islam në shoqërinë zvicerane përmes një gjuhë të moderuar. Mënyra dhe të si po drejtohet KMSH-ja. A do të thotë që në të ardhmen xhamit mos të jetë e mvarur nga xhamati me pagesa, por të shndrohet në shumë biznese në përfitim të emrit të Islamit. Xhamia si ashtu, domthonë si kështu thot boll thot xhamatin e kemi larguar nga xhamia do të jo modasht edhe të bëjmë të xhamatin që realisht nuk kemi nevojë ne për ta, sepse kemi biznese tjera mbas cilat do të mbatë xhamia. Shiko, këto janë insinuata paragjykime, nuk duhet me të vërtet merrem me muhabet, to janë muhabete çajtorësh tek ne, thonë muhabete kafesh. Xhamit që nga koha e Osmanlit kur i kanë ndërtuar xhamit, do të thotë i kanë ndërtuar me vakufe, që xhamia të ketë të ardhura. Çfarë të ketë që ka xhamia të ketë të ardhura? Nuk on pjetje xhamati, mos jetë mbarur për xhamat, është pjetje xhamia të ketë të ardhura. Kohën e Osmanlive do të thotë që mbok kështu xhamit, por edhe xhamive historikisht edhe në përtrojet tona u kanë lënë vakufe, xhamit kanë plot vakufe tek ne. Dhe tash ka problemi këtu, nëse xhamia ka vakufin e vet. Në pjetje është do të thotë se ashtu jeta këtu në perëndim është në përgjithësi. Nuk është vetëm faltore. Duhet të ketë edhe objekte tjera në të kuptim, ku takohet rinia, po ku vijnë edhe gratë, po ku të ketë edhe për fëmijët realisht vend përshtatshëm, po edhe për mësimin e gjuhës e kështu me radhë. Pse për shembull trit tazam nëse nuk kanë ndonjë hapësirë edhe aty ku në kornizat të zbavitjes së lejuar islame. Pse mos e kalojnë kohën në xhami, po të shkojnë në Banhof ose diku tjetër për shembull. Nëse xhamia ka hapësira për rinin, kjo është shumë më e mirë. Po pse aty mos ketë edhe të ardhura? Pse xhamia mos ketë restoranin e vet për shembull? Pse shkosh ti diku tjetër në restoran, organizon iftare, të marrësh familjen tënde ose miq të tjerë. Më mirë ti jesh në restoranin e xhamisë. Pikomin e disa njerëzve të li, kjo është një lloj dëshire për biznes, ashtu domethënë si e thonë ata. Ne nuk mund të shkojmë me mendimet këtilla regresive, që këto janë me të vërtet mendimet prapambetura. Ne xhamia ku shkoj unë në xhami, mund të edhe tulem me dikë të pi një kafe, se mos e pi në kafeterinë e xhamisë, po shkoj diku jashtë ta pi atë kafe. Kupton? Ashtu rinë edhe njerëzit afër njëri tjetrit. Vjen koha e Ramazanit tash, po edhe jashtë Ramazanit. A më mirë ti shkosh në një restoran atje, a më mirë në restoranin e xhamisë? Ku kishe qenë më mirë për ty? Domethënë, kjo është shumë logjikshme, edhe aq jo logjike janë muhabetet të cilat muhabet i bëjnë disa që nuk meritojnë as demand, beson.
nuk meritojnë të merresh me ato hiç. Këtu mërgata shqiptare është e pjekur në këtë drejtim. Falë zotit hoxhallarët tonë, janë të pjekur në këtë drejtim, kryesitë e xhamive janë të pjekura në këtë drejtim dhe punojmë për të mirën e xhamisë. Inshallah xhamit tona bëjnë vakufe këtu, edhe bëhen qendra të mëdha, do të thotë qendra të cilat nuk kanë vetëm një faltore, një dhomë për faljet namazit, po do të kenë edhe vakufet e veta. Edhe unë shfrytëzoj rastin që ku të arrije kjo fjala ime, do të thotë. Ti thras njerëzit që të lënë vakufe për xhamit, edhe këtu në Perëndim. Shikoni, për shembull, nëse ju i shihni këtu Tazam Kishat, njerëzit lënë shumë pasurit vete ja lënë kishës, objekte e kështu me radhë lokale, që do të thotë ato që ne u themi vakufe tek ne. E pse çfarë të keq ka, do të thotë xhamia të ketë vakufe të tilla. Nesërmen inshallah ne shpresojmë pas disa viteve të formohen këtu edhe shkollat mesme, edhe pse jo edhe universitete realisht që do t'i mbajë mërgata jonë, këto vakufe do t'i mban ato ku do të mësojnë edhe në mes tjerëve, edhe fëmijët e mërgatës tonë, po normalisht edhe njerëz tjerë. Inshallah vin ajo ditë dhe ne inshallah sa më tepër të mundemi të financiarisht t'i forcojmë institucionet tona fetare. Ky është qëllimi im dhe nuk ka këtu biznes. Biznes nuk ka, çfarë biznesi? Inshallah bëjnë xhamit të ardhura. Pra nuk duhet të përdoret fjala biznes në kuptim negativ. Duhet përdoret në kuptim pozitiv. Si mas një dhe të ndëgjuesi është dhe se osmanitët këtë kanë bërë sepse kanë patur shtetin e vetë, kanë punua dhe të në kompetenca shtetit islam, jo në një shtet të huaj me dhe të me ishën të xhamit në biznesët. Njerëzit këtu mo kanë shtetësi zvicerane. Kanë shtetësi zvicerane, çfarë shteti huaj? Po mirë, zviceranët që lindin këtu, që janë banor autokton, që janë bërë musliman, ku do t'i çojmë ata? Ata mos bëjnë të zhvakuf, se ne tjerët nuk e pas kemi shtetin tonë. A ata ku? Mandej, ne ma këtu nuk jemi me gjeneratën e parë, jemi me gjeneratën e 4, 5 që këtu kanë lindur ata. Këtu jetojnë, këtu janë shkolluar. Kuptoni? Ata kanë... Vendi i tyre është aty? Po, kanë shtetësi, vetëm një shtetësi, vetëm atë zvicerane e kanë. Ne duhet t'i mendojmë gjërat kështu. Kjo që osmanlitë e kanë bashkë me të vërtet mos njohje e rrethanave. Edhe na për vendet tona realisht, na për viset tona, në trojet tona etnike, janë lanë shumë vakufe. A kemi si mas pikpamje ti është të thonë që këtë që po thotë ti e kanë bërë sepse ata kanë pas shtetin e vetë. Vakufi nuk ka lidhje me shtetin, nuk kjo është mosnjohje e gjërave. Vakufi nuk ka lidhje me shtetin, vakufi ka të bëje me institucionin. Edhe unë thash edhe një herë, është shumë mirë bile prej përcaktimeve strategjike të KMSZ-s, është edhe themelimi vakufeve këtu në Zvicër. Edhe inshallah arrijmë në atë. Edhe i thras gjithë do të thotë njerëzit të bamirës që inshallah të lënë vakufe kush ka mundësi të lënë vakuf faktikisht për nevojat e komunitetit ton, prej cilit vakuf realisht do të ketë dobi edhe shoqëria. Unë shpresoj që inshallah pra se vetë edhe xhamit janë vakufe në fakt. Janë vakufe, po themi edhe krahas xhamive, objektit të xhamive si vakuf që ka edhe objekte tjera jashtë faltores, ne të formojmë edhe vakufe tjera pra që të jenë në shërbim të komunitetit tonë këtu. Dhe disa shkojnë aq direkt sa që thonë se ka 4 muaj që pritet të dorëheqja ju dhe nuk jepni dorëheqje. A bëni këtë nga paaftësia apo po? Jo, zotni. Çka më thon? Neve KMSZ-ja ka kuvend. Ata që e kanë zgjedh, ata kanë të drejtë të kërkojnë dorëheqjen e tyre. Jo çdo ku i kujtohet, a më kupton? Ka kuvend mbi 100 delegat aty. Çka do thotë? Edhe unë tash shkoj dhe ti them premierit britanik sa që dorëhiqur se nuk punon mirë. Nuk e kam zgjedh unë. Më kupton? KMSZ ka kuvendin e vet, ka kuvendarët e vet, ata që e kanë zgjedh, ata edhe kanë të drejtë ta shkarkojnë nëse shohin, po ata i dhanë mbështetje unanime, do të thotë që të vazhdojnë në këtë rrugë, edhe e njohin faktikisht e njohin kontributin, meritat
dhe angazhimin e kryesisë deri tashme realisht të KMSZ-s, edhe nxitin po ashtu kryesinë e re që të vazhdoj në këto hapa dhe normalisht ta mbindë. Një pyetje rreth xhamisë Sangallan. Mirë, a në gjon hoq? Po, dëgjoj, po. Po mirë, prapë të ndërprej kamera, por si të qoftë. Okej, po vazhdojmë me kështu, s'ka problem. Po. Xhamia dhe në Sangallan është objekt afarest dhe me faltore të mbi kulmin e ndërtesës, kurse vizualisht prezantohet si xhami nga themeli. Në dokumente dhe projektin dhe në projekt është paraqitur si kulturzentrum, të qendër kulturore dhe jo Gottenshaus apo xhami me objekte aktivitete sociale. E para, në Zvicër ka dy forma se si regjistrohen xhami. E para është Verein, që do të thotë shoqat, association, edhe e dita është Stiftung, që do të thotë fondacion, foundation. Nuk ka Zvicra, nuk njetë xhami, nuk mund ta regjistrosh si xhami. Kjo është mosnjohje e ligjit. Por këto bashkitë fetare regjistrohen pra si shoqata këtu. E pastaj ajo shoqata ka hapësirë për, do me thonë, ka faltore, mund ketë kafeteri, mund ketë gjëra tjera për nevojat e veta. Nuk ka, do të thotë, nuk regjistron Zvicra xhami, kupton pra. Por këto futen në grupin e shoqatave jo qeveritare, e pastaj aty brenda ti bon aktivitete kulturore, fetare, kështu me radhë humanitare, varet prej si e regjistron, por regjistron krejt si shoqata. Xhamia në Sangallan inshallah realizohet. E para njëherë, ai është një vendim që ka marrë xhamati, asaj xhamie të ndërtojnë, kanë bler vendin, ndërkaq ende nuk e kanë bë projektin, plani si do të duket e kanë përzgjedh, por lejen për ndërtim ende nuk e kanë marrë, duhet ta aplikojnë, se kështu shkon rendi. Tu bën pare se ti kur ta jep këtu lejen për ndërtim, duhet t'i kesh parat gati. Sepse këtu ka afat sa mund ta ndërtosh. Nëse nuk e ndërton ti, nëse nuk e nis ndërtimin, në atë afatin e duhur ti e humb lejen. Pra këtu mlidhen paret, pra mlidhen fondet dhe që kur të merret leja se nuk ka shkak por mos e dhën leja i ty, kupton? Mund të ketë çështje teknike që kërkon përmirësime, korrigjime kështu me radhë, por përgjithësi nuk mund të ndaloje. Kështu që këto muhabete pra me të vërtet janë të pavenda dhe mosnjohje e ligjeve në Zvicër, ata do të ditë nuk ka këtu xhami, këto janë shoqata të gjitha pra. Edhe ma ose quhen qendra kulturore, por në fakt ne i quajmë qendra kulturore, në fakt çfarë statusi ka në shtet, statusin e ka të shoqatës. Me këtë status është status, ose eventualisht mund të ketë për shembull fondacionit. Të dy format kështu. Nuk ka këtu ligji i Zvicrës, nuk nje të regjistrosh xhamiun të regjistroj, kështu nuk ka. Kem që ati vojmë, se që s'kem që ati vojmë këti personi kur mos njohurinë e vetë e ka shpallë vetë në Facebook. Po, kjo është problemi. Kjo është problemi kur nuk i njohin gjërat edhe japin vlerësime edhe mandej e komprometojnë vetveten e vet, ose për shembull ja unë po ta tregoj një diçka tjetër, do të thotë, shpesh thuhet për tu pranu Islami si fe zyrtare në Zvicër. Ashtu, besoj se edhe ju e keni lexuar. Këtu ka disa gabime. Gabimi parë është për tu pranu Islami. Zvicra nuk pranon fe zyrtare. Kupton? Kjo është qesharake shumë. Më dhënë mos njohje e rendit sistemi këtu. Zvicra nuk pranon fe, sepse është shtet sekular, por pranon bashkësi fetare. Edhe ekziston pra këtu Staatlich anerkannt Glaubensgemeinschaften i thonë në gjermanisht. Do me thonë bashkësi, komunitete fetare të njohura nga shteti. Bashkësi fetare, që do të thotë ka grupe krishtere që nuk janë të pranuara zyrtarisht. Kupton? Jo krishterizmi. Shohim se ato janë këtu. Grupe, shoqata, po ashtu. Kjo gabimi parë, nuk ka të bëje kjo me fet, nuk pranon fes, edhe çka të ka Zvicra mund të më pranoj Islamin. Unë për vete e kam pranu Islamin. Pra është gabim
gabim jashtëzakonisht i madh kur thonë ta pranoj Islamin. Nuk ka të bëjë me Islamin. Islami është i pranuar. Unë Allahu xhaleshanu e ka shpall fe dhe unë kam pranu, s'ka mu asë një shtet të më pranoje. Por pranojmë bashkësit fetare, njëhes i oficiale. Pra kjo është. Gabimi i dytë është të thotë Zvicra. Në Zvicër, do të thotë, nuk pranohen këto bashkësi fetare në nivel nacional. Pse Zvicra është e rregulluar, çështja e fesë në Zvicër, ose bashkësive fetare është e rregulluar në nivel kantonal. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë për shembull se një kanton, ta zëm kantoni Çirihut, mund ta pranoj bashkësinë muslimane, komunitetin musliman ose organizatën VIOC këtu çka është, do me thonë Unioni Organizatave Islame në kantonin e Çirihut, mund ta pranoj këtë organizatë si zyrtare, ndërka që kantoni tjetër, për shembull i Benit, mos e pranoj atë organizatat atje çka janë. Kuptoni pra? Nuk është nivel nacional, nivel konfederatës islame, nuk pranohen bashkësit. Jo, këtu kthehet çdo gjë tek kantoni. Do thotë një kanton mund ta pranoj, një kanton nuk e pranon. Kjo është e krejt. Kush e njeh sistemin e Zvicrës, kush e njeh Zvicrën, nuk thot pranohet Islami si, do me thonë gabime, ose bashkësia KMSZ pranohet, ose kushdo tjetër që thot një organizat pranohet në Zvicër. Jo, është e kantonale. S'ka të bëjë Zvicra me pranim nivel të për bashkësitë fetare në nivel të konfederatës apo nivel nacional. Kemi një pyetje pak më të rrafshit, pak më të thjeshtë dhe po e shep edhe këtu në ekran nga Hoxh Rustem Xhemal Seferi, thotë ju përshëndes të nderuar, të një pyetje të xhamit në Zvicër, a kanë sikur këtu të Nedër në Norvegji fondin e kufomës që ne paguajmë 20 euro për person në vit dhe me ndru jetë të ndjerin e dërgojmë në Republikën e Kosovës në bazë të atij fondin në bazë të antarësisë që ka paguar. Këtu në Zvicër e para njëherë ka do të thotë kompani, ka sigurime do të thotë për kufomat, ka sigurime. E tash xhamit vetë ende nuk kanë thuar se e xhamisë është, po këto janë private. Do me thonë, ka kompani sigurime, është për shembull është Amshimi këtu, një, ka edhe tjera. E tash, shpesh herë, këto kompani përmes xhamive, apo xhamit bashkëpunim me ata ofrojnë për antarët e vetë edhe sigurimin e kufomave. Kur ti për shembull ta zam në xhami e pagun antarësi, ta zam është 360 franka vjetore, ati xhamia thotë e ke edhe sigurimin e kufomave në bashkëpunim me atë kompaninë e ka bërë. Kështu që ati të llogaritet ti ajo. Kështu xhamia vetë do të thotë ketë kompani deri më tash xhamia si xhami nuk ka. Mirë po xhamia në bashkëpunim ka me kompani të caktuara që merren me sigurimin e kufomave. Po do të thotë në Zvicër ka edhe shqiptarë që kanë, ka edhe turq që kanë, kështu që do të thotë pa probleme dhe shumica e antarëve të xhamive janë edhe e kanë edhe këtë sigurim kur e paguajnë faktikisht antarësi. Po. Për shembull, sa kohë a ka ndonjë kohë caktuar për shembull minimale, sa kohë ai person duhet këtë pagu antarësi për mu kualifikuar për shembull që nëse ndodh ndonjë rast për shembull i dekës apo diçka, do të në antar familjes me ja pagu, do të më heq ato shpenzimet e dërgimit. Shiko, tash këtu kemi të bëjmë, do të thotë përsëri ka dy momente. Momenti i parë nëse shkon përmes xhamis, aty për shembull se ti nëse ke personin ta zëm në spital i shtrirë, edhe vin te xhamia, bësh pagush antarësinë dhe ta bësh sigurimin, normalisht ai të kërkon raport prej mjekut. Ai persona është i smura, nuk është i smura, është i shëndosh. Nëse thua se është me aparata gati tu vdekë, hajt tash ta bëj që ta çoj, ashtu nuk ka, kupton? Duhet raporti prej mjekut vije se ky njeri është i shëndosh. Kupton? Ka edhe një moshë të caktuar që do të thotë, nuk do të thotë se pas asaj moshe nuk pranohesh ti pranohesh, por pranohesh me do kushte tjera shtecë. Në kuptim që mos vishtin atko une kam ba ma 90 vjet e tash ta marrë se e di ma se aq shkonam, kupton. Do të bie një moment
Ashtu jo, thot ka rregulla, ti të pranohet po me rregulla të veçanta. Në përgjithësi, antarët që janë në xhami, për shembull, dhe që rregullisht e paguajnë antarësinë e xhamisë, ato e kanë vazhdon për ata, nuk ka rregulla diçka të veçanta. Ta zëm ai që është me vite antar në xhami, për atë vazhdon do të thotë sigurimi i xhenazeve ose i kufomave, pra në mënyrë të rregullt, nuk ka diçka të veçantë për atë. Mirë, Allah shpërbleft, kjo hoqë të thëtë të netët atje në Norvegji, kjo shtjetu të të netë xhamia dhe të ka, dhe të fondin e... Mirë, atëre... Po, realisht tash, këtu tek ne xhamia e ka, po e ka përmes kompanisë, kupton? E ka përmes kompanisë. Edhe ti do të thotë ti kur e paguan antarësinë, e thotë e ki edhe sigurimin e xhenazës. Xhamia ti thotë, po xhamia e ka përmes asaj kompanie. Realisht bisedohet që tem do të thot në qarqet tona këtu që edhe xhami shqiptare këtu formojnë një kompani tillë qet e xhamive ajo kompani do të thot. Qet ose ai shërbim me një fjalë qet i xhamive, mos themi kompani, po themi shërbim për kufoma, i cili mandej do të thot jetë nivel të xhamive shqiptare, bisedohet për këtë, por kërkon kushte, kërkon rregulla, nuk është vetëm të bëhet, duhet kesh mjet transporti, duhet kesh njeri të punësuar aty që merret me këtë gjë, duhet kesh vend për larjen e xhenazave, për mbajtjen e xhenazave shumë rreth, pra ka rregulla për të regjistruar, por bisedohet në këtë drejtim. Edhe inshallah shpresojmë që në një të ardhme të afërt edhe ajo të bëhet tjetë e xhamive shqiptare në këtë rast flas. Po. Mirë, atëre veç po thuj se jemi ka përfundimi, kemi dhe të 5 minutat e fundit, atëre është dy të kishim thonën personave dhe të më thonën dasha keq, ma shumë me thonën që me në gjithë presin që një hapësirë të vogël me gjetë dikun për që mund do një gabim apo për kritik, e bëjnë një bujë kaq të madhe, domthonë sikur që është për shembull mbarvajtja e KMSH-s, nuk e bëjnë mend domthonë që kanë KMSH ka dhe ashtu natyrisht ka ato sfidat e veta, dhe ato në vend që me ndihmu realisht dalin edhe shtojnë barën edhe më shumë, duke mos e përmend për punën që e bën, por gjithmonë ja zmadhojnë vetëm për gabimet që i bëjnë dhe kërkojnë edhe dorëheqjen e tyre, kurse nëse kanë bën një apo dy din 3 gabime, po i kanë bën edhe 20 të mira. A kupton? Po, këtu kur është çështja të më thonë tek kjo mund të them se në kuvendin e fundit të KMSH-s u pranuan edhe 3 xhami tjera antare. U pranuan 3 xhami të reja plus, domethënë. Kështu që tash numri i xhamive shqiptare antare të KMSH-s ka shkuar në 63 xhami. Që do të thotë jashtë kanë ngel shumë pak. Besom 90% e xhamive shqiptare tash janë nën këtë umbëll. Kjo tregon seriozitet, kjo tregon punë, kjo tregon kontribut, kjo tregon angazhim dhe tregon faktikisht besim të xhamive tek udhëheqësia e KMSH-s. Kjo është rezultati. Qerat janë do të thotë muhabete, kjo është rezultati. 63 xhami. KMSH është një emër që është formuar nga dy organizata që kanë qenë para të ndara, kupton? Sot është një dhe kjo tregon për pjekurinë e hoxhallarëve shqiptar dhe të kryesive të xhamive, që janë unifikuar dhe janë bën një trup. Dhe kjo duhet të përshëndetet dhe duhet të vazhdojmë inshallah ashtu dhe vazhdojmë. Dhe shiko kemi arrit pra 63 xhami inshallah, edhe tjera që kanë ngel diçka jashtë, se shiko xhami edhe formohen ende themelohen xhami. Me thonë nuk është puna sa mbill çështja. Hapen xhami të reja ende. Do të thotë se ka vende ku nuk ka xhami. Fal Zotit që ne kemi arritur edhe ky është rezultati i KMSH-s. 63 xhami dhe mbështetje maksimale nga kuvendarët, nga delegatët e xhamive. Kam hoqë ta lexoj edhe një koment edhe kjo do të jetë i fundit të konte. Është pikërisht nga Bajram Zeneli, thotë krejt gabim të sqarimi i hoqës së nderuar dhe ngatrimi i termave. Askush nuk kërkon pranimin e Islamit si ju e shprehni, por njohja e Islamit si trup juridik
Islamit, më falë. Njohja e Islamit, jo ndalu aty, njohja e Islamit. Po, njohja e Islamit si trup juridik. Ndalu prit këtu, gabim. Nuk njihet Islami si trup juridik, gabim, total gabim. Thash, mos njohje e gjërave. Njihem bashkësi, jo Islami si trup juridik. Nuk ka njohje Islami si trup juridik. Kjo gabimi, do të thotë. Kupton? Vazhdo pas të gjë gabime tjera të t'i tregoj. Çfarë ka bërë KMSZ-ja për këtë? Për çështjen e njohjes Islamit si trup juridik, reshniktet juristische ku prash. Nuk e di, ka shkuar në gjermanisht. Po, ja ta tregoj unë këtë është ajo. Ta tregoj unë. Çfarë ka bërë KMSZ-ja për këtë? Asgjë. 4 muaj u kërkua dorëheqja juaj dhe shfrytëzuat kohën për ta mbaruar mandatin deri në kuvendin e ditës së diell me 3 maj. Pastaj vazhdon edhe komenti tjetër thotë 20 xhamia nga antarët 20 xhamia nga antarët e KMSZ-s nuk kanë marrë pjesë. E para një herë do të thotë e para kur thot Islami si trup juridik, gabim, mos njohje, tollëvitje, ngatrimi qërave. Nuk di sa herë duhet t'ja shpjegoj. Nuk pranohet Islami si trup juridik, pranohen bashkësitë, organizata pranohet, që do të thotë, për shembull, ka këtu kisha të krishterët, shkojmë, ka kisha që nuk janë, edhe pse janë krishterë nuk janë antare. Kupton? Nuk janë të pranuara juridikisht, nuk e kanë këtë status. Shqyqoni pra, të thotë. Nuk pranohet krishterizmi si trup juridik, pranohen bashkësitë, pra gabim total, mos njohje e gjërave. Pranohen organizatat. KMSZ në bashkëpunim me organizatat kantonale bën çmos së pari që të ketë një pranim në shoqëri këtu, se shikoni këtu në Zvicër nuk pranohet ashtu organizatat të të pranojnë ti, të të futin ligjërisht të të pranojnë. Se këtu ka edhe bën referendume, këtu dele referendume dhe të rëzojnë. Kupton? Duhet shumë punë përpara, bashkëpunim, duhet proaktiv që është në shoqëri, duhet lësh gjurmë të mira nga ana organizatave që pastaj shoqëria të njeh dhe nëse del çështja referendum të kenë një pasqyrë pozitive. Po ta tregoj një rast do të thotë për Vareza çka është bë, me një qytet atje në Turgau. Do të thotë Këshilli Komunal ka vendos të ndaj muslimanëve një parcel për Vareza muslimane. Këshilli Komunal. Antar nga Këshilli Komunal të një partije e nxjerrin çështjen në referendum në atë komunë aty, jo në Zvicrën krejt. Dhe në komunë aty erëzojnë vendimin e Këshillit Komunal. Referendumi erëzon këtu. Kuptoni pra? Ky nuk është vendim që mund ta merr Parlamenti i Zvicrës, se çështja del në referendum, pra duhet shumë punë këtë drejtim. Dhe ne punojmë me universitetet, punojmë me dialogun ndërfetar këtu, punojmë me shoqata tjera, ku për shembull në komunën e Çirihut këtu, ku veproj unë, çdo vit kryetari i komunës ose kryetaria kushdo që është, pas Ramazani na thret në takim imamave të Çirihut dhe të rrethinës së Çirihut. Takim vjetor kemi me atë, ku flasim edhe për çështje të ndryshme, trajtojmë probleme të ndryshme, kërkesat tona, dëgjojmë aktivitetet e tjera. Në këtë formë pra shkohet kjo. Nëse kryetaria ose kryetari i qytetit të Çirihut nuk ka respekt ndaj nesh si imam dhe ndaj organizatës tonë, nuk na thrisë, nuk na ftonte në takim. Çdo vit kjo organizohet. Kjo tregon për seriozitetin tonë pra. Kjo tregon se na pranojnë si faktor të rëndësishëm edhe inshallah do të vijë koha që edhe islam, edhe muslimanët, fakt edhe bashkësitë përfaqësuese të muslimanëve, organizatat përfaqësuese të pranohen zyrtare në kantonet përkatëse. Këtë duhet ta kuptojnë ata të cilët nuk e kanë kuptuar ende. Nuk pranohet Islami si trup juridik. Nuk ka kështu. Pranohet kush? Pranohet çka? Pranohet bashkësia, pranohet organizata. Kuptoni? Organizata pranohet. Dhe këtu disa i ngatrojnë gjërat, por e kuptoj se ndoshta nuk janë të futur në këto gjëra, nuk i dinë, nuk i njohin, por është mirë të pjesin. Kur nuk di, duhet pjesësh edhe të shpjegojnë se çka është puna. Këtu rol më të madh kanë organizatat kantonale në këtë drejtim. Organizatat kantonale ata luajnë rolin me kantonin,
Ndërkaq organizata që janë në nivel konfederatës zvicrane, pra nivel nacional më tepër, kanë bëjnë me etnitetet e tyre, pra me grupet e tyre etnike të cilat i përfaqësojnë. Mirë, edhe o që ndëror na erdhi do të thënë po funksionon në përfundim të emisioni. Ty të falenderoj, e di që tash ke edhe pak kohën në mos atje. Jacis, Jacis, atëre Allah të shpërblet për këto shërbime, edhe pse pak kishim probleme me internetin edhe me lidhjen, mirë po gjatë këtyre minutave që fole besoj që u sqaruan shumë gjëra dhe për ata skeptik që kishin kupton në pyetje dhe nashta në kundërshtim apo diçka besoj që kanë qenë të qartë, por sidoqoftë po nesër sa për informat nesër e kemi kuvendin e Federatës Organizatave Islame në Zvicër. Do të thotë kemi edhe këtu kemi kupolën që i përfshin të gjitha organizatat, quhet FIC, edhe ati do të thotë KMSZ është antar ati normalisht. Pra nesër e kemi kuvendin vjetor të Federatës Organizatave Islame në Zvicër, ndërkaq Federata Organizatave Islame në Zvicër është antare në Këshillin e Religioneve në Zvicër. Bash mirë. Atëre ty të përshëndesim dhe besoj që do të shihemi me izin e Zotit, do të shihemi javën e ardhshme. Besoj që sa përket të tyne dhe të temave gjatë tyne 2 emisioneve përfshitëm mjaftueshëm dhe nuk ka nevojë dhe që t'ju japim hapësirë pak nasive që të çdo personi që rrin aty ulur në kauqe dhe ta në kohën nuk është që bën asgjë tjetër vetëm se bëj kritika dhe dukem se po them diçka. Nuk është nevoja dhe t'ju dham hapësirë gjithëve atyre. Kështu që ju falenderoj, Allah shpëlbeft dhe inshallah t'jap Zoti juve bereqet në punën tuaj. Normal njerëz jemi ku ka hapësirë ndoshta për përmirësime, kemi gabime, mirë po shumica e punës që keni bë janë të suksesshme, kështu që vetëm përpara inshallah. Amin inshallah. Selam aleikum, ju përshëndes edhe inshallah që jemi përsëri në takimet e radhës. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah shpëlbeft dhe mirë po. Kus të ndëruar pra këtu po e mbyllim emisionin e sonтëm ku ishim me hoqën Bashkim Aliu me temën roli i xhamive në Zvicër, pjesa e dytë. Shpresoj që keni ngelur të kënaqur me këto të shpjegimet të hoqës, sado ndoshta të shkurta që ishin, sepse brenda 2 emisioneve është e pamundshme dhe të përfshihet çdo gjë që ka ndodhur gjatë mbarvajtjes së një bashkësie dhe të islame, por sidoqoftë jemi munduar domthonjë që çështjet kryesore ti përfshim pa bër maskim apo asnjë gjë të tillë, thjesht të reguam dhe shpjeguam gjendjen si që është dhe të tjerat janë në dorën e Zotit. Suksesi është në dorën e Allahut dhe jo në dorën e njerëzit. Në dorën e njerëzit është vetëm ajo që ai mundet me bë vet dhe në fund kur të kompletojmë punën gjithmonë lutemi o Zot na jap bereqet në këto veprimet tona, veprimtarinë tonë dhe suksesi është në dorën e Allahut. Me këtë pra po e përfundojmë emisionin e sonshëm duke shpresuar se ky emision sonte ju ka gjetur të gjithë juve shëndosh e mirë juve dhe gjithë të dashurit tuaj kudo që jeni. Allahu ju dasht, ju bekoft juve dhe familjet e tuaja. Deri në emisionin e radhës, pra ju përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimet
dhe të mirat e Allah qofshin mbi gjithë juve, natën e mirë.